Përshëndetje të dashur miq, shikues dhe dëgjues të videove të mia. Festat e këtij fundviti më kthyen 28 vite prapa në kohë, kur erdha në Selanik me familjen time dhe jetuam për herë të parë festat e fundvitit 1997, ati viti tragjik për Shqipërinë. Atë pjesë kujtimesh e kam edhur në librin E megjithatë jetojmë, po lexoj një fragment nga ajo kohë, se që gjërat kanë ndryshuar shumë. E çuditshme ikja me revan e ditëve dhe javëve, dhe nuk të besoj mbyllja e muajit, fillimi dhe afrimi përsëri i mbylljes së muajit pasardhës. Kur si papritur dhe me një shkop magjik në dorë, trokiti dhe shkëlqeu Selanikun dhjetori i 1997-ës. Të shohësh në veçanti netët dhjetoriane selanikase dhe ta çosh një çast shikimin mendor në ato netë zeziane shqiptare të 1997-ës, ndjen veten të dyzuar në një botë po të dyzuar në skajin më infinit të padrejtësisë shoqërore. Mbushja e shpirtit tim me këtë realitet dyqenësor, të trishtimit të teskashëm dhe kënaqësisë së dhimbshme, do shpreh më vonë në vargjet e mëposhme. Sa dua. Sa dua t'i ngjaj Prometheut, natë selanikse t'i rëmbej pak ndriçim. I marrosur ta shpëndaj rrugëve të adheut, unë marathonomaku në mërgim. Se s'duroj dot të tmerrshme në errësirë, të netëve e të shpirtrave të munduar. Se s'duroj dot ta shoh Shqipërinë, të ende si Diogjeni me kandil në duar. Selanik 2000. Esnim trotuareve në rrugën e Gnatia e më pas Cimiski, duke parë vitrinat e lamburitshme të dyqaneve që si të vëna në garë me njëra tjetrën paraqesnin afrimin e Krishtlindjes me një originalitet e specifik të veçantë dimërore, me të vërtet maknice e përallore. Se mos mbete një qoshe, një kthine, një mikro dyqan, pa domethënien e kësaj feste shpresdhënëse e nostalgjike njëkohësisht. Më shumë se në çdo muaj tjetër, nata me të drejtë kishte kohën e mburjes para çdo dite diellore qoftë. Dhe me siguri këtë muaj, dita do ndjehe xheloze ndaj natës, që në vend të qetësisë gjumore të njerëzve, gjallërohej nga zërat e jetës deri në orët e fundit të saj. Kulminacioni i zbukurimit e ka emrin e njohur të Aristotelit, që i është vënë sheshit aq të veçantë e të njohur mu në zemër të qytetit. Simbolika e anijes së lashtë greke e pranë saj një bredh gjigant, pikturoheshin nga gjirdani qindra e mira llambave të bardha, po aty afër, imitimi mjedisit të lindjes së Krishtit, që tërhiqte pareshur vizitor me kamera aparate fotografike, kompletonte një botë me të vërtet fantastike magjepse, që të vinte keq ta jetoje kaq pak kohë të fundvitit. Dikush me robën simbolike të Agjo Vasilit të riqte kurreshin e fëmijëve, duke vënë në punë me njëherë fotografin e kudondodhur. Dikush mbante fijet e dhjetra të lumbaseve me figura të rejse për syrin e fëmijëve, kurse prindrit kërkonin në përxhepa drakmitë për të plotësuar dëshirat fëminore. Më të riqte kjo lloj përzierje feste, argëtimi, reklamimi e tregtimi që zbuste sadopak sikletet njerëzore, duke i veshur me petkun e një shkëlqimi e gëzimi më të hiperbolizuar nga e zakonshmja e jetës së përditshme. Aty, në atë shesh, në qendër e periferi të tij, ndodhte çuditërisht harmonizimi i kontrasteve të teskakshme njerëzore. Të duket sikur një dorë magjike regjizoriale kishte bërë vendosjen, lëvizjen, reagimin dhe finalen e veprimeve të personazheve kaq të larmishme e tipike në atë shesh skenë gjigande të Aristotelit të famshëm. Ndërsa dikush paguante fotografin, tullumbatsmbajtësin e tjera, një zë operistik aty në trotuar, të ndalte hapat e duke sikur të thosh se mjaftonin dhe 15 drakmi për të shijuar Verdin apo Straussin apo të tjerë. Me fisharmonika apo violinë, pa mikrofone veshje skenike, ato zëra talentesh të evropiano-lindorëve, të magjepsnin e njëkohësisht të dëshpëronin për tjetërsimin e pësuar në karrierën profesionale. Bashkëudhtar me fatin e tyre, e ndjeja veten dhe bashkautor të akta akuzës më masive e të rëndë të popujve ndaj sistemit më pseudosocialist
që ka njohur historia njerëzore deri më sot. Dhrakmi të mbush një kutinë e operistëve të trotuarit, xhepat e fotografëve, të lumbasmbajtësve, të lodrashitësve, të misërpjekësve, të duke realizuar kështu një cikël spontan tregu mbasi të kënaqshëm për të dy palët pjesëmarrëse. Pra diçka në favor të festimit të gëzimit jetës, të kënaqësisë shpirtërore materiale, të shpresës për një të nesërme më të mirë, sillnin ato netë dhjetoriane selanikase. Aty pak më larg, përtej kufirit, ku netët korçarizohen, si për ironi të fatit të mbrapshtë, netëzohet Korça, duke mos patur as pakës diçka nga kjo diçka e fqinjit grek. Mes kësaj përzierje kaotike, ngjyrash, zhurmash, melodish e mendimesh, që më tërhiqnin me një forcë të papërballueshme, dëgjoja ku mbushëm zërat njerëzore të dy anëve të kufirit, që bashkë me zërin tim, para obskurantizmit modern lindor, thërisnin fuqishëm e megjithatë jetojmë. Ju falenderoj, uroj një ditë të bukur, shlollse dhe argëtuese. Faleminderit.